Të nderuar qytetarë të Tetovës, rreziku që kemi paralajmëruar tani po ndodh. Në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Komunës së Tetovës, e cila do të mbahet të hënën me 27 prill, si pikë e 20 e rendit të ditës, nga udhëheqësia komunale është pranuar propozimi i Saubermaher për çmimorët e re që rrit ngjeshëm çmimin e shërbimit për grumbullimin e mbeturinave si për persona fizik dhe ato juridik. Sipas propozimit të rendit të ditës dhe materialit që kemi pranuar, parashihet që shërbimet nga Saubermaher të rriten 30% për shtëpitë dhe banesat dhe 50 deri 100% për bizneset, me çka dëmtohet drejt për drejt buxheti tetovarëve. Ky është rreziku që i kanoset qytetarëve kur komuna lidh marrëveshje publiko-private. Privati gjithmonë ka interes përfitim financiar, ndërsa komuna, e cila nuk është e aftë të ofrojë shërbimet e duhura dhe të jetë në shërbim të qytetarëve, i ikën përgjegjësisë duke lidhur marrëveshje të dëmshme që zhvasin banorët e Tetovës. E hëna do të tregoj kë do mbrojnë këshilltarët komunal: interesin e qytetarëve që u dhan votën për t'i përfaqësuar, apo biznis interesat që lidhen ngushtë me klanet partijake. U bëjmë thirrje të gjithë këshilltarëve të komunës së Tetovës të mos lejojnë rritjen e çmimit të shërbimeve nga Saubermaher, e cila godet direkt xhepin e qytetarëve, që periudhën e fundit është tepër e rënduar nga shtrejtimet e përditshme.